Zoti Pietra, ta nisim fillimisht me pjesën e vendimit të gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në optikën tuaj si njeri i drejtësisë, si e vlerësoni këtë vendim? Vendimi është një vendim i pambështetur në bazë ligjore. Nuk ekziston asnjë mundësi në asnjë vend, paktën ne e themi në Shqipëri, që parashikohet një masë e tillë, edhe në ligjin organik të qeverisë shqiptare nuk ka në një paragraf që thot të pezullohet ministri ose kryeministri ose zëvendës kryeministre. Pra, derisa ka një mungesë, nuk e di se ku e ka gjetë prokurori një veprim të tillë, qoftë edhe gjykata, por vetëm në qoftë se ata e kanë pas me detyrim për ta shkel ligjin. Dhe jemi para një veprimi, pra të i kaluar kompetencat e prokurorit dhe gjykatës. Për mendimin tim, aty me njëherë duhet hapeshin me fillimi i hetimeve për këtë veprim të kryer me ose pa dashje. Nuk ka rëndësi fare. Por megjithatë thuhet që gabimet e gjykatës shkallës parë i rregullon gjykata më e lartë, por ai është një gabim me qëllim, nuk quhet gabim për gabim, po është gabim shumë i rëndë, sepse në momentin që kryeministri i Shqipërisë mos të ndodhet në Shqipëri, pra gjitha veprimet delegohen te zëvendës kryeministri. Pra ti ke godit qeverinë, pra me dashje ke godit qeverinë dhe nuk ke godit pra emrin Belinda Balluku, por ke godit rolin e zëvendës kryeministrit dhe të ministres. Pra derisa nuk kemi një bazë ligjore, nuk mund të themi që ti ke gabuar pa dashje, pra ke gabim me dashje. Pra ju mendoni se si prokurori i Spagut ashtu dhe gjyqtari kanë shkelur ligjin në këtë rast, kanë bërë një veprim antiligjor sa i përket vendimit dhe kërkesës për masën e pezullimit pra nga detyrat e zëvendës kryeministres? Pra, derisa nuk është problemi thjesht sa i përket që ke bën një gabim. Problemi është që gabimi ekziston, a është bën me dashje apo pa dashje, ajo është e rëndësishme. Pra arsyeja pse prokurori ka arrit në këtë konkluzion. Në këtë rast, a është mbështetur në ligj ky vendim sa i përket pjesës së pezullimit nga detyrat e zëvendës kryeministres, duke qenë se Edi Rama në konferencën me komisionerin për zgjerimin Marta Kos tha se ky është një rast i paprecedent që nuk ka ndodhur në vende të tjera. Ndërkohë, nëse do të shohim, janë disa raste që nga Europa deri në Amerikën Latine ku gjykata ka vendosur pezullimin nga detyrat të ministrave të caktuar. Jam shumë dakord, por nëse kushtetuta e atij shteti e ka të parashikuar në kushtetutën e Shqipërisë, në ligjin organik të qeverisë shqiptare, nuk rezulton të jetë e shkruar dikun e bardhë në të zezë që mund të thonë pezullim. Fjala pezullim duhet të jetë e cituar, jo e hamendsuar nga prokurori apo nga gjyqtari. Po sa i përket pjesës së shkresës së Këshillit të Ministrave pra në këtë rast të qeverisë, e cila ka deklaruar se do ta dërgojë çështjen në kushtetuese për ta zgjidhur gjykata kushtetuese këtë ngërç që është krijuar mes gjykatës posaçme dhe pushtetit ekzekutiv. Ju si e shikoni, kjo është një përpjekje e Edi Ramës për të shpëtuar Belinda Ballukun, apo është një larje duarsh për t'ia lënë gjithçka topin institucioneve të drejtësisë? Tani kam dëgjuar disa ignorantë avokat që delin edhe thonin sot pa pik turbit që duhet njeket rruga ligjore, që të shkosh në gjykatën e apelit, pastaj të shkosh në gjykatën e lartë, pastaj shkosh në gjykatë kushtetuese. Kja ignoranca e aty në avokatëve që dalin dhe shprehen këtë formë. Pra, qeveria e çon në gjykatë kushtetuese me ligj, është e mbështetur në ligj, sepse është interpretim i kësaj dhe ajo kur të arrin në qoftë se arrihet në një konkluzion që në ligjet tona parashikon një vepër apo jo,
atëherë mund të themi që ka të drejtë prokurori. Por unë po ta jap me garanci të plot që gjykata kushtetuese do shprehet shumë saktë, sepse nuk mund të shkelin edhe gjykata kushtetuese një fakt, nuk mund ta anashkalojnë. Ai e bëri provë herë me Sali Berishën, por nuk e dha interpretim të saktë. Tani ajo do ta japin shumë të saktë. Po çfarë do bëhet me ky prokuror dhe me ky gjyqtar, është një pikë pyetje e madhe. Për mua ata nuk duhet ta dorëzojnë vetë detyrën dhe të largohen një herë e mirë nga ky sistem. Ky është sistem i gjyqtarit ignorant dhe prokurorit ignorant. Sepse nuk mundet në botë të japin një vendim që kësaj natyre kur nuk e kenë shtetur kundër zotëri. Nuk e konsideron atë si një drejtor. Ai është roli i qeverisë, ministri është qeveri, Zelenski kryeministri është qeveri, dhe ti aq më tepër nuk mund të atakosh me asnjë lloj baze ligjore kur nuk e ke. Avokat, si mendoni, çfarë rrugë duhet të kishte ndjekur SPAK-u dhe gjykata e posaçme kundrejt Belinda Ballukut, e cila akuzohet për shkelje të barazisë në tendera dhe konkretisht për tunelin e Llogaras, ku dyshohet në një aferë korruptive prej 50 milionë eurosh? Mund të jenë me miliona, me miliarda lek që mund vjedhin qeveritar, por duhet provu me prova. Tani, cilat janë provat që prokurori ka pas për ta vendosur, dhe nëse ka prova, duhet të drejtohet menjëherë Parlamentit shqiptar për të marrë lejen për të arrestuar. Po derisa nuk i bën këto, jemi në një dyshim të prokurorit dhe gjyqtar, pikë pyetje. Pse prokurori, pra, kur e din ligjin, pse do të sillet në këtë mënyrë? Pra, në momentin që prokurori nuk kryen të veprime të ligjshme dhe i mjafton për të kryer një veprim të paligjshëm, o është implikuar me Belinda Ballukun dhe me kryeministrin, ose është ignorant që nuk merr vesh nga fusha. Në qoftë se gjykata kushtetuese do thotë që gjitha veprimet e kryera janë të paligjshme, atëherë në çfarë ka favorizuar Belinda Ballukun dhe qeverinë shqiptare dhe korrupsionin e tyre. Në këtë rast kush është përgjegjës direkt? Është kryeministri Edi Rama, i cili ka firmosur edhe si kryeministër në rastin e Këshillit Kombëtar të Territorit për tunelin e Llogaras, apo është Belinda Balluku e cila ka firmosur vendimet e Këshillit të Ministrave në mungesë të Edi Ramës? Vendimet kolegjale janë vendime kolegjale dhe nuk ka të drejtë askërkush t'i prek ato. Edhe gabimi që kishte me ish kryeministrin Sali Berisha janë vendime kolegjale dhe kolegjaliteti nuk mund të atakohet nga një prokuror ose nga një gjyqtar. S'duhet me ngatru këto gjëra. Dhe turpi më i madh është që nëse prokurori ka pas prova për ta arrestuar dhe nuk ka kryer këtë veprim, është edhe ai shpërdorim detyre. Pra je në mes të dy zjarreve, ose vepro ose mos vepro.